Londri Mekaj u shpall fituesi Big Brother VIP Kosova 4 duke fituar çmimin e madh prej 124.000 eurove. Në finalen e madhe shkuan gjithsej 5 persona nga të gjithë banorët që ishin aty, në mesin e tyre edhe Londrimi sigurisht dhe fituesi absolut dhe i merituar i këtij reality show. Londrimi sa qëndroi në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 4 ka dhënë një lojë shumë të mirë aty brenda, duke qenë shumë paqësor dhe shumë miqësor, sidomos me rrethin e tij të ngushtë. Pas daljes nga Big Brother VIP Kosova 4, sigurisht dhe pas fitores së tij, ai ka publikuar një video ku dhe ka falendëruar të gjithë fansat e tij për mbështetjen që ja kanë bërë. Si çfarë thot në këtë video Londrimi, ndiqeni në vijim. Mirëmëngjesi. Hey, ju du pa fund faleminderit me shpirt e me zemër për krejt dashnin që ma keni jetë prej ditës parë. Nuk e kom pas as iden ma të vogël se qa o ka bëhet edhe qa ka ndodhë sa ju më punu në mrena, kështu që ju më kaj shumë mesazhet, ju më kaj shumë krejt videot, krejt senet, krejt fjallë që mi keni thonë. Jam pa fjallë, kështu që thjesht po du më thonë që ju më kaj u shumë, po jam procese si për tu i shiju edhe në senet, tu ballafaqu me realitetin, kështu që veç po du më ju faleminderu me krejt shpirte, me krejt zemër për krejt dashni që ma keni jap. Ju dua dhe menzi po pres me ju pa, edhe me mujt i kisha përqafu gjithë të cilët një ka një. Ju kam shpirt, shihemi shumë shpejt. Me këtë video mesazh, Londrimi falenderon të gjithë dhe i përshëndet ata që e kanë suportuar gjatë gjithë rrugtimit të tij në Big Brother VIP Kosova 4.